Muzeu Gjon Mili në Korçë është nga më të vizituarit, kryesisht nga turistët elitar të huaj që njohin jo vetëm artin e fotografisë, por mbi të gjitha fotografin me famë botërore. Vitin e kaluar, por edhe në këtë fillim viti, turistët që vizituan muzeun e fotografit me një stil krejt të veçantë janë të shumt nga vende të ndryshme të botës. Bashkëshortët kanadez Jeff dhe Christian Den Hartman vizitojnë për herë të parë qytetin më të madh në Juglindje, si dhe muzeun Gjon Mili. His sense of experimentation. Unë jam vetë fotografe, kisha parë me parë punimet e Gjon Milit, por nuk e dija që ishte shqiptar dhe nga Korça. Këtu muzeu është mbreslënës, sidomos fotografitë me lëvizjen e dritës. Kjo është fotografia në thelb. Qyteti Korçës duket shumë mirë. Ne kemi vetëm 2 ditë këtu dhe mezi presim të vizitojmë dhe vendet e tjera në qytet. Vim nga Kanadaja për herë të parë në Korçë. Muzeu po më pëlqen shumë. Ka shumë fotografi që flasin për historinë botërore dhe ju jeni me fat që ky fotograf është nga vendi juaj. Gjon Mili njihet në botë, por duhet të njihet edhe si shqiptar. Në Shqipëri është hera e parë që vim dhe gjithçka po më duket fantastike. Patjetër që do të rikthehemi. Përgjegjësi i muzeut, Kristi Ktona tha se turistët janë nga e gjithë bota. Ata janë të njohur me fotografitë e Gjon Milit, por kur vizitojnë muzeun habiten me faktin që fotografi është shqiptar dhe nga qyteti i Korçës. Zakonisht tuajt informohen para se sa të vizitojnë një qytet. Dhe në ato guidat e tyre, kur vinë këtu gjithmonë e kanë të nënvizuar Muzeun Gjon Mili. Në fakt është një fotograf që pothuajse të gjithë e kanë parë, po nuk e din që është shqiptar, edhe kur vinë këtu surprizohen si një vend kaq i vogël ka prodhuar një njerëz kaq të madh. Se ne po flasim për Gjon Milin, për një fotograf me famë botërore. Për një fotograf që ka punuar gjithë jetën e tij në Life Magazine, por nuk harrojmë që ai ka qenë dhe nxënës në MIT. Në muzeun Gjon Mili në Korçë janë të ekspozuara 240 fotografi, të cilat përshkruajnë artistë, sportistë, si dhe figura të njohura shoqërore nga Roma deri në Hollywood.